Dezinformimi në mediat shqiptare e faktor mosbesueshmërie në procesin e informimit ka qenë tema një takimi të organizuar nga AMA në bashkëpunim me Unionin e Gazetarëve Shqiptar, ku morën pjesë gazetarët e Qarkut Shkodër. Gjatë takimit kreu Unioni të Gazetarëve Shqiptar Aleksandër Qipa bëri ditur se këto dy institucione po punojnë për krijimin e antologjisë së raste të dezinformimit në mediat shqiptare. Ndaj takimet po zhvillohen në qytetet ku është dhe numri i madh i mediave audiovizive. Ne jemi sot në Shkodër sepse AMA, Autoriteti i Medias Audiovizive dhe Unioni i Gazetarëve Shqiptar është duke përgatitur një antologji të rasteve të dezinformimit në median audiovizive shqiptare. Janë 6 qëndrime në qytete të ndryshme ku ekziston në pikpamje numerike numri më i madh i mediave audiovizive, ku konstatohen rastet e dezinformimit dhe problematikat që kanë të bëjnë me dezinformimin. Aktualisht ne jemi duke i hulumtuar këto raste për të ndërtuar një antologji e cila specifikon përgjithsisht dukurin, rastet nga vinë, nga burojnë dhe se si ndikojnë ato në audiencat tona, qoftë lokale, qoftë në audiencën kombëtare. Ky është një problem në fakt rajonal, dezinformimi sot është një nga shqetësimet më të mëdha në hapësirën mediatike ndërkombëtare, por kryesisht rajonit Ballkanit Perëndimor, ku influenca, ndikimet malinje dhe kryesisht qëllimet që grupet caktuara të interesit apo përfshi edhe entitetet caktuara politike dhe jo politike bëjnë mundur që të krijojnë një problematikë serioze për dezinformimin dhe marrëdhënien me informimin e drejtë. Duke krijuar një antologji të tillë, e cila më vonë mund të rikthehet në një përcaktim periodik dhe botim periodik, ne krijojmë një, le të themi, diferencë midis rasteve dhe shembullimit të tyre për të mos qenë të tilla në praktikën e informimit dhe të raportimit prej komunitetit të reporterëve mediatik. Rastet e problematike të dezinformimit po hulumtohen për ndërtimin e një antologjie që synon të krijojë diferencën midis rasteve që nuk duhet të jenë në praktikën e raportimit të përditshëm.